Plesh nuk kanë konë budallë, që i kanë thonë me shokin të me hongër shumë kryp, një thes kryp, ani me pas shok. E kum taku rastisht në spital një herë, në shku për një kontrole, sot me 300-400 euro, a mund me rënu një ri, me kushtet sodit, me familje, me... Po, jem konë në shtërisë sërbe. Në cilin ven jem konë? Jem konë në Smedereve dhe në Sëmbar, në dy vene. Sa vjetë, sa mujë? 15 mujë. Qysh ke kalu? Po mirë, ko një farkuhe, ka 74-5 e në më konë në shtorë, o ko një farkuhe për neve pak me e lira, po më kuptën, që të 10 vjetë ne i kena posë që atëherë. Mirë o konë atëherë. Ke po nëj shok shqiptar atje kër e shku? Po, kom posë shumë. A të kanë huk kontaktet me ta banë, sa i ke majtë kontaktet? Vëlloj, do i kom majtë, do ju, do disa kanë dheke. Do jenë të lartë se veç disa pu. A kina i shok që i ke pas që to i shok për kreja atje, po tani kur jeni këthi të mojë kanë huk kontakte s'keni mujtë kur me ranë? Vëllaj, unë më kara një rast, o koni onës të biliqit atje, pe ushtrisë shumë shok e kumë pas e dhaj, mirë, po s'kena pas kontakte. A ja mon me në emnin? Po, Qysh e ka pas? Sabit, E mbi emnin? s'farë që athërke. Në qo se e... Jo e kum taku, e kum taku rastisht në spital një herë, në shku për një kontrole, Sa vite e ke taku? mas 40 vjetë. Qysh e njofte? Vëlloj mu, pak si në figur, pak ashtu e të bollafan e knej, ishëm si nga të ulla, për dhe, edhe për veti ka je për të qështu, për dhe më dhe, e kum bolë bër njëra, mësë je tha ti, edhe unë mësë je ti, tani më njëherë në shkoj menja dëve, u kapëm ngrëp edhe... A i kujtoj shikot e vjetra? Po, najtë më që atë një gjysura një orë, mirë. Bac, këtë njëherë, për shambull, shëshnin ju e keni pas të shnosh e mirë. Shëshninja e ditëve të sot me, ashtë si kur e juvja këtë njëherë që keni pas? Qëre, shëshninja, plesh nuk kanë konë budallë, që i kanë thonë me shokin të me hongër shumë kryp, një thes kryp, ani me pas shok. Sot, si të ka njeri, si të delë që aty, thët, e kam shok, thët, ato, po rallin shok, thët, që mund me asi tamon që shok me konë shtira me gjithë, ma shtirë. Se sot shok ka ja me interes, ja ka me dësene, të njëherë në desh dhe shok që në konë shok. Ta është këtë për interes, a? Për interes. Shumica janë nuk, po thëmë bashkë krejtë. Konë është anë një, me të vërtetë, shumica janë për interes. Pse në ditë sot me nuk po respektohet fjalla e djetërët, si kur të njëherë ju që keni respektuar? Po nuk e di, tashëm, po di në krejtë ma shumë. Nuk e di. Me pas mundësi ti me ndryshu dishka me bo ma mirë, qka kishe bo? Po nuk po di shka me ndryshu unë, veç unë të kalzova, të njerë veç respektimi, se për kushtet që tash janë këtë më të mira. Tash kem njerëz shkollume, njerëz me lloj fakultete, lloj doktorate, po respektimi unë pak i vogël. Interesi i madh. Për rinin që po ikun e po shkojnë jashtë, qa po ta me menja, apo dhimin, apo t'vjen kesh? Po qësh nuk vjen keq, se tash rinia një në non, nuk ka mirë që po dalin. Dytën tjetër në non, është sot me 300-400 euro, a mund me rënu një ri, me kushtet sodit, me familje, me shpi, me mojt. Një rrym, 100 kusur euro të kushtan, veç e para pun. Tjerat më s'himo, s'kan qare. Këto desht ma heret me anis, një plecu kushtet. Po ka dikush që janë fajtor, i ka kushtet në 7 mira, i ka dhe punën këtu, po shumica janë që nuk kanë mundësi shka me...